Fund le të shes sakt se cilin person se kush e ka mësu dhe çysh e ka mësu. Të përbashkëta kanë posë, jo veç individuale. Ata janë turshme që kanë ndodhur. Kam besu se KQZ-ja e mbyll syt me 10 vota. Po. Ja këto le të këshyr prokuroria le të jeton deri në fund le të shes sakt se cilin person se kush e ka mësu dhe çysh e ka mësu. Për këto do të më marr ato organe. Nuk ka trajnim kështu. Deputetët KQZ-ja. me mbledh. Për ato Ma hallën e vet edhe me për trajnu. ato secilin le të shkojnë deri në fund, secilin rast veç e veç. Trajnime të përbashkëta kanë posë, jo veç individuale. trajnime të përbashkëta, partitë bashkë. Sa i përket Parasysh këtë partitë, domthon këtë partitë e kanë organizuar. Sa i përket KQZ-s edhe partive, konsideroj këtu që të dy rastet, sa i përket partive politike, besoj e para duhen me në kuptimin nuk besoj që kanë bërë trajnime në raport me hajnin edhe me vjedhjen. E ashtë më pak KQZ-ja që ka për obligim me mësu ata qysh me numru votat, po jo qysh me shtu votat për kandidatët e caktuar. Partitë kanë bërë jo KQZ. Partitë politike, ata e njerëz partive politike, po nëse besoj që ka marrë vendim as në LDK, as në PDK, as vetëndosje, dikush për me shtu kandidatëve të caktuar. Se s'pako, kjo është vrejt kështu në mënyrë sistematike në secilin komun. Ka mujt me qenë preferencë atje vullnet e dëshire ndaj komisioneri ekipit të numrimit apo ndoshta që mundet prokuroria nesër me dëshmu, me faktu në rastet kur kandidat për deputet kanë qenë të përfshirë në këto skema. Po këto e para janë tërshme që kanë ndodhur në vitin 2025 edhe që kanë ndodhur në vitin realisht kur na edhe patëm 3 procese zgjedhore, të i përfshi këtu 2 ronde të zgjedhjeve lokale dhe të zgjedhjeve të nënshkurtit, që kështu në përgjithësi kanë ecë mbar e mirë në raport me këtë organizimin e KQZ-s, përjashtimisht aty në gjanave të sot verike problemet që i kemë pasur me nënshkurt. Po, tha më herët edhe për kolegut të tjerëve që qysh ka mujt më mësu këto, tash edhe të meta ti kur i ki 3 palë zgjedhje brenda një viti, normal që shikën të nkuon është edhe për me gjetë aty të meta të sistemit, pra me evidentu se çka ku tek mund është me Çka e me të sistemin këtë rast, çka kena mësuar ne? Kuptimin çka kanë, jo, në raport me sistemin, po themone në raport me futjen e dhënave. Pra na e kemi një futje dhënave që po bëhet aktualisht, është në qendër komunale të numrimit, edhe ata parimisht kanë besuar se KQZ-ja e mbyll syt, anëtarët e KQZ-s janë partive politike, nuk e intereson kjo pjesë e kandidatëve, edhe veç vazhdon edhe eca e kuti. Ama ka që disa vjet një dekad tonë që ka pak ndërtohet për shtypja që hajtë se brenda partive nuk shtyret. Kanë mujt me pas ashtu, po hajtë se nuk ka. Në KQZ, hajtë se ka vite që hajtë se nuk ka në KQZ. Pra, këtë çështje jemi mënu me nalë të nkuon, qoftë në raport me votimin me asistencë, qoftë në raport me votimin njerëz Kosovës, qoftë me numrimin e votave të kandidatëve të subjekte politike, pra me evidentu dhe me këshyr secilin rast veç e veç.